Përshëndetje miq, ka rreth 2 ditë që po bie një tërmet shumë i fortë në Korçë e jani me mua t'ju tregoj pak tërmetet me oferta që kemi këtu në dyqan. Ndodhemi përballë West Park pas pallatit të parë. Këtu kemi bluza 10.000 lekë të vjetra, shikoni pak. I kemi në ofertë ekstreme. T'ju tregoj pak kostumet që kemi pasur në ofertë 25.000, por përsëri kemi gjendje sasi, si që kam thënë, kur nxjerrim oferta, kemi gjendje për të gjithë Shqipërinë. Këto janë tërmetet me oferta që i nxjerr vetëm veshje sportive Brian. Flasim me vepra, askush këtë kostum nuk e ka nxjerr me këtë çmim. Si dhe kostumet dënimtirës që i kemi në ofertë 35.000 lekë të vjetra, shikoni pak se çfarë punimi që kanë. Kostumet janë vërtet cilësore, sepse ka dhe cilësi të ndryshme që dalin në çmim më të lirë, që i shipin këtu, domethënë, kurse këto janë tjetër gjë. Janë vërtet cilësore dhe i kemi nxjerr në ofertë të sinqertë, vetëm 35.000 lekë të vjetra. Gjithashtu dhe kostumet e tjera këtu i kemi 35.000 lekë të vjetra, keni Boss, kemi ngjyra të ndryshme, kjo është Emporio Armani. Këto janë tërmetet me oferta që ka vetëm veshje sportive Brian në të gjithë Shqipërinë. Këto janë oferta me vepra, jo gjoja. Modelet janë të shumta, por videon do ta bëjmë pak më të shkurtër. Edhe këtu 35.000 lekë të vjetra. Na falni këtu se ngatruam modelet. Ky është esencial. Edhe këta 35.000 lekë të vjetra nga 65.000, kurse ky është Moncleri, është me këtë këtu. Këto janë oferta të sinqerta. Kanë ngjyra të ndryshme, si dhe modele të ndryshme. Edhe ky me tut bluzë. 35.000 lekë të vjetra. Këtu kemi kostumet syna 35.000 lekë të vjetra, janë me push nga brenda. Këto janë tërmetet me oferta që ka vetëm veshje sportive Brian në të gjithë Shqipërinë. Dhe kemi gjendje sasiore, jo XL në reklam sa për të dukur. Kemi gjendje për të gjithë Shqipërinë. Tu kemi bluzat fashion, 25.000 lekë të vjetra, le që si model nuk e ka askush në Shqipëri, por si mendoni ja, vlen për 25.000 kjo, apo jo. Ka ngjyra të ndryshme dhe modele të ndryshme. Vazhdoni të më ndiqni sepse do t'i postoj të gjitha këtu në TikTok dhe Instagram. Tregoj edhe një kostumet dënimtirës, që janë material peshqir nga brenda, për vetëm 35.000 lekë të vjetra. I kemi në ngjyra të ndryshme, ja ku është dhe zeza, kemi dhe të zezë me lule të bardha, por se kemi nxjerrë në reklam, që ju tregoj pak edhe synat, ja ku është dhe zeza me lule të bardha. Kemi edhe shumë produkte të tjera që harrojmë t'i nxjerrim, por vazhdoni të na ndiqni sepse surprizat nuk kanë fund. Syna vetëm 25.000 lekë të vjetra. Nderuar miq, këto janë tërmetet me oferta që i ka vetëm veshje sportive Brian në të gjithë Shqipërinë. Flasim me vepra, jo me thashë me kohë. Kur nxjerrim një ofertë, kemi gjendje sasi. Jo XL sa të na shikoj tjetri që ne kemi oferta dhe pastaj të themi që s'ka në dyqan. Tek ne ka. Edhe në qoftë se mbarojnë, përsëri i sjellim shumë shpejt. Kështu që vazhdoni të më ndiqni, surprizat sapo kanë filluar. Harrova t'ju them dhe diçka, jam i vetëm në qytet që prezantoj me një dyqan kaq shumë të madh, siç e shikoni edhe këtu në video. Kemi shumë lëshmëri, produktesh nga ato më të lira dhe deri tek ato më të shtrenjta, por që nuk kemi lejuar askënd të na fluturojë me vepra, jo me fjalë, se nuk është e lehtë që të rezistosh në vitin 2026. E kam nisur me një dyqan të vogël dhe sot ju flas me një dyqan 500 metra katror vetëm motor ku ka shumë produkte, saqë dhe unë vetë nuk di çfarë t'ju tregoj më përpara. Shikoni se sa i madh është dyqani. Dhe kam harruar të përshëndes disa skuta që para disa vitesh mendoni sikur po na bënin konkurrencë. Ndërkohë që ne i kemi lënë shumë brapa me vepra, se thashë theme tuaja i mererare. Veshje sportive Brian gjithmonë ka qenë realist dhe gjigant me vepra, dhe ashtu do t'jemi. Do jemi akoma më të fortë se që jemi sot. Kështu që vazhdoni të më ndiqni edhe ju që më doni,
Por dhe ju që hapni akauntet fake të më shikoni vetëm mua. Ju përshëndes, vazhdoni të na shikoni. Dhe duhet ju kujtojmë ndonjëherë, se të vdekur keni qenë dhe të vdekur jeni, do t'ju ndezim nga një qiri. Mos u mërzitni.